Në Spitalin Amerikan 2 të martën Inspektorati Shëndetësor ka kryer një inspektim. Gjatë kontrollit aty janë hasur 3 mjekë të huaj duke punuar pa licencë pune. Këtë ka konfirmuar për shënjestër Ministria e Shëndetësisë. Inspektorati Shëndetësor më datë 27 maj 2025 ka realizuar një inspektim në Spitalin Amerikan 2, ku gjatë kontrollit janë hasur 3 mjekë të huaj që ushtronin veprimtarinë shëndetësore pa licencë pune. Nga Ministria thanë se mjekëve u është ndaluar përkohësisht ushtrimi i veprimtarisë shëndetësore. Mjekëve u është ndaluar ushtrimi i veprimtarisë shëndetësore deri në përfundimin e procesit të licencimit të tyre. Shënjestër ka kontaktuar dhe me Spitalin Amerikan 2. Ata nuk kanë dhënë detaje lidhur me kontrollin, teksa kanë thënë se zyrtarët e tij do të kontaktojnë mediumin gjatë ditës. Në rregull, po ja dërgoj numrin e telefonit për pas të informuar. Diçka e tillë nuk ka ndodhur. Inspektorati Shëndetësor ka bërë të ditur se gjatë ditëve në vijim do të përpiljoj një raport dhe do të veproj në përputhje me dispozitat ligjore. Shënjestër do t'ju mbajë të informuar për rastin. Prokuroria Speciale e Kosovës vitin e kaluar kishte ngritur akt akuzë ndaj pronarit të Spitalit Amerikan, Klodian Allajbeu, dhe disa personave të tjerë në ndyshimin se kanë kryer veprat penale, falsifikimi dokumenteve dhe shpërlarje e parave. Shënjestër.net